Vendimi për rritje të pagës minimale nuk zbatohet nga disa biznese private, paralajmërohen pasoja. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia vazhdojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Paneli për ankesa dhe parashtresa aprovon ankesën e listës serbe, refuzon 6 ankesa të tjera si të pa baza. Trepça kthen në pronësi mbi 1200 hektar në proces të kthimit edhe mbi 68 parcela të tjera. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Pas certifikimit të rezultateve nga KQZ, pritet thirrja e seancës konstituive e Kuvendit të Kosovës. Deputetja e Lëvizjes Vetvendosje Albulena Agjiu nuk do ta kishte më sfidë t'i merrte votat e nevojshme për t'u bërë kryetare e Kuvendit në rast se do t'jetë kandidate për këtë post, pasi që Vetvendosjes, e cila tashmë i ka 57 mandate, i duhen vetëm edhe 4 vota nga radhët e pakicave. Deputetja e Vetvendosjes Albulena Agjiu nuk do ta kishte më sfidë t'i merrte votat e nevojshme për t'u bërë kryekuvendare në rast se do të jetë kandidate për këtë post. Me thirrjen e seancës konstituive të legjislaturës së 10, Vetvendosjes që tashmë do t'i ketë 57 mandate, i duhen vetëm edhe 4 vota nga radhët e pakicave, në rast se ajo përsëri nuk do t'i marrë votat e partive tjera shqiptare në parlament. Vitin e kaluar, Agjiu nuk i mori votat e Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë, si e propozuar për kryetare parlamenti. Çështja e kryetarit të Kuvendit deri në këtë pikë duket punë e kryer. Edhe zgjedhja nënkryetarëve të Kuvendit nuk do të jetë sfidë përjashtuar nënkryetarin nga radhët e komunitetit serb. Aty vendi mund të përballet me një blokadë të radhës në një kohë kur vlerësohet se është urgjent krijimi i institucioneve të reja. Për televizionin publik, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, Kadri Kryeziu, ka thënë se zgjidhja në këtë situatë mbetet votimi në pakoj nënkryetarëve. Duhet me i vënë në paketë nënkryetarët, të gjithë nënkryetarët, do të thonë me një votim të përbashkët, aty nuk dihet se kush përkënd ka votuar në atë kuptimin e asaj dhe kalojnë edhe minoritetet. Ka mundësi, do të thonë ky është një solucion tjetër i cili mund të kalojë, për të cilën unë jam se duhet të konstituohet parlamenti se ka zgjatur shumë, por nëse jo, atëherë do të kemi riciklim të situatës vitit të kaluar. Kushtetuesja që së fundmi tha se e drejta për të propozuar nënkryetarin nga radhët e komunitetit serb i takon shumicës së deputetëve të këtij minoriteti, sipas njohësit të proceseve politike Dritero Arifi e ka qartësuar përfundimisht këtë çështje. Në aspektin juridik është zgjidhur gjithçka, është mbuluar ajo vrim që ka qenë për shkak të vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese, por kjo tash është vendim politik, se a dëshiron Vetvendosja që të procedojë me një njëjtën procedurë siç ka bërë më herët, apo dëshiron që të krijojë një momentum që Vetvendosja prapë i vazhdon narracionit të fortit. Pra, sepse kandidati i listës serbe duhet të votohet megjithatë nga shumica e deputetëve. Nëse shkon në blok, kjo mund të jetë një justifikim për Vetvendosjen që ja, shkoj në blok e votuam disi për të mirën e shtetit dhe institucioneve. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të dhjetorit, lista serbe pritet të ketë 9 deputet, ndërsa karrigën e 10 në radhët e kësaj pakice do ta zërë deputetin Nenad Rashić, kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, i cili në tetor të vitit të kaluar u votua për nënkryetar përmes shortit. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e ka aprovuar ankesën e listës serbe kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për këtë subjekt politik dhe kandidatët e tij. Ndërkohë, 6 ankesa të tjera, përfshirë edhe 2 ankesa të kandidatit të PDK-s Bekim Agjiu, janë refuzuar si të pabazuara. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pasdite ka aprovuar ankesën e listës serbe lidhur me vendimin e KQZ-s për të mos e përfshirë listën e kandidatëve të këtij subjekti në shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit.
Vendimi i së shtunës, kur në KQZ disa antar votuan kundër e disa të tjera abstenuan, sipas këtij institucioni është i pajustifikuar dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore. Vendimi thot se shpallja e rezultatit përfundimtar bëhet pas përfundimit të numrimit dhe rinumrimit për të gjitha subjektet politike dhe duhet i përfshijë të gjitha subjektet zgjedhore pa përjashtim. Madje PZAP-ja thot se KQZ nuk ka ofruar asnjë arsyetim ligjor për refuzimin e shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për subjektin politik Lista Serbe e kandidatet e saj. Tutje në këtë vendim thuhet se PZAP-ja ka vendosur të aprovojë ankesën e subjektit politik Lista Serbe, duke shpallur rezultatin përfundimtar për këtë subjekt politik dhe kandidatet e saj. Në këtë mënyrë vendimi në fjalë siguron respektimin e procedurave ligjore dhe garanton zhvillimin e një procesi të drejtë dhe të barabartë për subjektin politik që i ka përmbushur të gjitha kushtet e parapara me ligj. Me 31 janar gjatë mbledhjes antarët e komisionit miratuan listat e kandidatëve të gjitha partive përveç listës serbe. Ndërkohë PZAP ka refuzuar 6 ankesa të tjera që ishin deponuar dje në këtë institucion, 2 të kandidatit për deputet Bekim Haxhiu, njëra nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, një nga koalicioni PAI, PDAK, LPB dhe 2 të tjera nga NDS-ja. Ndaj këtij vendimi palët kanë të drejtë ankesën në Gjykatën Supreme në afat prej 48 orësh. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjen për depolitizimin e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ka shprehur shqetësimin serioz për dështimin e tyre për të miratuar rezultatet përfundimtare për listën serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin serioz për dështimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të miratuar rezultatet përfundimtare për listën serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare. BE përsërit thirrjen e saj për depolitizimin e punës së KQZ-s në përputhje me raportin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve dhe u bën thirrje të gjitha palëve që të punojnë së bashku në përputhje me kushtetutën, thuhet në reagimin që vjen nga një zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ky zëdhënës më tej thekson se është e rëndësishme që të gjithë deputetët e zgjedhur të jenë në gjendje të sigurojnë ulset e tyre në kuvendin e ri të Kosovës. Bashkimi Evropian rikujton gjithashtu se legjislatura e ardhshme e Kosovës duhet të përshpejtojë reformat e orientuara drejt BE-s dhe të ratifikojë marrëveshjet e pezulluara që lidhen me planin e rritjes e që janë në dobi të popullsisë së Kosovës. Kosova pritet të përfitojë mbi 880 milion euro nga plani i rritjes, mirë po për nisjen e pagesave të kësteve të para nga kjo pako financiare, nevojitet miratimi i marrëveshjeve përkatëse në kuvendin e Kosovës, gjë që ishte pamundur gjatë vitit të kaluar për shkak të ngërçit politik. Një tjetër aksion është zhvilluar lidhur me dyshimet për manipulim votash të kandidatëve këtë herë në rajonin e Gjilanit. Disa komisionar nga Vitia janë intervistuar për dyshimet e falsifikimit të rezultateve zgjedhore, ka konfirmuar për të kënd zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani. Për të njëjtat dyshime janë zhvilluar aksione edhe në disa komuna të tjera, ndërkohë që disa të dyshuar ndodhen tashmë nën masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar drejt Emirateve të Bashkuara Arabe, ku do të marrë pjesë në samitin botror të qeverisjes me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimin e vizionit të Kosovës për zhvillim dhe inovacion. Sipas njoftimit të presidencës, Osmani është ftuar në këtë samit nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, ku marrin pjesë edhe shumë lider global. Presidentja është pritur në takim nga presidenti i Sierra Leones, Luis Maada Bio, me cilin diskutoi për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve dhe adresimin e sfidave të përbashkëta. Gjithashtu Osmani do të marrë pjesë në sesione dhe tyreza tematike të forumit. E në kuadër të zbatimit të deklaratës së përbashkët trepalëshe të nënshkruar në vitin 2025, është mbajtur në Kroaci takimi trepalësh
Kosovë, Shqipëri, Kroaci në nivelin e drejtorëve të politikave të mbrojtjes dhe armatimeve. Sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes, ky aktivitet është një nga veprimet për zbatimin e fushave të bashkëpunimit të dakorduara ndërmjet palëve. Deklarata për bashkët 3 palësh e konfirmoi gjithashtu angazhimin për forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes me qëllim rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në Evropën juglindore. Vendimi për rritjen e pagës minimale në 425 euro që duhet të zbatojnë nga janari për një pjesë të punonjësve ka mbetur vetëm zotim. Punonjësit teknik në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Klin morën përsëri pagë prej 325 eurosh. Edhe shumë punonjës të sektorit privat nuk e morën pagën me rritje, ndërkohë që njohës të drejtësisë paralajmërojnë se bizneset mund të përballen me pasoja administrative nëse nuk e zbatojnë vendimin e qeverisë. Pagën e janarit një pjesë e punëtorëve në Kosovë nuk e morën me rritje, pavarësisht asaj që nga ky muaj është dashur të zbatohej ngritja minimale në 425 euro. Punëtorët teknik në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Klim për punën gjatë janarit u paguan 350 euro. Normal që këta punëtorë dashtë me marë neto 396 euro, këta kanë marë 325 euro që i bie që nuk është zbatuar vendimi i kryeministrit. Ne kemi dhënë afat deri tonë në të kundërtën nëse nuk bëhet kjo pagesë konform vendimit të kryeministrit, ne qysh tonën tjetër do ta ndalim punën. Federata sindikale paralajmëron ndërmarrjen e masave sindikale në rast se punëtorët nuk paguhen sipas vendimit të ekzekutivit. Ndërkohë, përfaqësuesit e bizneseve kanë nënvizuar arsyet pse pagesat me rritjen e pagës minimale nuk janë realizuar. Vështirësitë më të mëdha për me zbatu vendimin janë kryesisht tek bizneset që kanë kontrata me shtetin, sepse ata kanë një kontratë të përcaktuar me çmimore dhe kanë të pamundur ata të arrisin çmimin derisa që ajo kontratë është ende në fuqi. Domthonë në këtë rast shteti kur ka marrë vendimin për rritjen e pagës minimale, o dashmë ndru kontratat edhe atyre bizneseve që i kanë, këta sidomos bizneset që merren me pjesën e pastrimit, punëtor teknik, ata më shumë sfida më e madhe është ata. Punonjësit e administratës publike vënë pas se nuk janë shumë të ndikuar nga rritja e pagës minimale. Pagat e zyrtarëve publik rregullohen me ligj të punës. Megjithatë, sindikata e administratës pret nga qeveria e ardhshme të arrijë vlerën e koeficientit që për momentin është 110 euro. Njohës së drejtësisë potencojnë se vendimi është i detyrueshëm dhe mosbatimi i tij parasheh pasoja administrative. Ne konsiderojmë që për çdo biznes që nuk e zbaton këtë vendim, do të ketë pasojë administrative edhe nga ana e sotës tatimore dhe poshtë inspektorati i punës e të tjera. Kështu që ne konsiderojmë që këtu kontrollimi i zbatimit të këtij vendimi duhet bëhet përmes procedurës administrative, për cilën normalisht që mendojmë se do të bëhet nga administrata tatimore. Një analizë bën nga Instituti GAP nxjerr në pas se nga rritja pagës minimale pritet të përfitojnë drejt për drejt mbi 130.000 punëtorë me orar të plotë. Sektorët më të ndikuar nga kjo rritje sipas GAP-it përfshin industrinë e ushqimit dhe pijeve dhe tregtinë me pakicë, ku përqendrimi i punëtorëve me paga më të ulta është më i lartë. Ndërmarrja Trepça ka arritur t'i kthejë në pronësi mbi 1200 hektarë gjatë vitit kaluar me një vlerë sipas kryeshefit të saj prej mbi 400 milion eurosh. Ndërmarrja është në proces të rikthimit edhe të mbi 68 parcelave të tjera, një pjesë e të cilave ndodhet në veri të vendit. Një nga shtyllat më të rëndësishme në industrinë minerare në Kosovë, ndërmarrja Trepça, ka arritur t'i kthejë në pronësi të saj mbi 1200 hektar vetëm gjatë vitit 2025. Vlera e këtyre hektarëve shkon në mbi 400 milion euro. Këta hektar me vite të tëra ishin uzurpuar nga individë e operator privat. Projekti më i rëndësishëm unë mendoj ka qenë në kthimi i pronave. Në vitin 2025 kena bërë dykon mbi 1200 hektar që në kthy në pronësi të Trepçës,
që bëhet fjalë me një vlerë të vlerësuar nga tatimi në Peron mbi 400 milion euro, që në këtë vit apo në vitin 2025 na do t'i ndjohemi ato në pasqyrat financiare si vlerë, që më herët nuk ka qenë asnjëherë. Sipas kryeshefit të kësaj ndërmarrjeje, janë mbi 68 parcela tjera, të cilat synojnë t'i marrin nga uzurpatorët. Na jena ende në proces, për arsye që kena edhe disa prona të identifikuara në veri, që jena në proces dhe në fazë të kthimit tyre në ndërmarrje. Unë besoj që duhet me qenë afërsisht edhe që kena na të identifikuar mbi 68 parcella të reja, që jena në proces të kthimit tyre. Përveç kthimit të pronave të saj, Trepça në 2025 të në rriti dhe prodhimin. Dhe saj për këtë prodhimit, na dhe vitin e kaluar kena lanë një prodhim të jashtëzakonshëm, duke thonë që na kena realizu planin mbi 110%. Është realizu plani i biznesit, kurse saj për këtë me krahasu me vitin 2024 në çdo pozicion, edhe në koncentratin e plumit edhe të zingut, edhe të xehjeve, na jena dykun afër mbi 80% më mirë se sa viti 2024. Ndërmarrja ditë më parë ka ngritur shqetësime se një nga parcelat më strategjike të saj e vendosur në Shupkovc është zvogluar ndjeshëm e sipërfaqe për shkak të ndarjeve dhe bartjeve të kontestuara. Që më shumë se 20 vjet, pronat të ndërmarrjes Trepça janë shfrytzuar nga individ e operator privat, të cilët nuk kanë paguar as qira. Një bashkëpunim më i fuqishëm ekonomik mes Kosovës dhe Baden-Württembergit të Gjermanisë vërtetohet nga krijimi i një grupi koordinues, i cili synon realizimin e objektivave të përbashkëta të dyja shteteve. Përmes konsulatës së Kosovës në Stuttgart pritet të forcohet më tej bashkëpunimi dhe koordinimi i objektivave ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Gjermaninë janë ndërtuar dhe forcuar ndër vite mbi një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe besim të ndërsjellët. Në aspektin ekonomik, bashkëpunimi ynë ka krijuar një mundësi të reja për rritje dhe zhvillim, duke nxitur investimet dhe duke krijuar ura të reja tregtare mes dy vendeve tona. Es war ein toller Tag heute. Wir haben unser Ishte një ditë e mirë sot. Ne kemi forcuar rrjetet tona, kemi themeluar komitetin e veprimit dhe kemi vendosur disa objektiva që duam t'i realizojmë në vitet e ardhshme, si në bashkëpunimin ndërmjet ndërmarrjeve, pra për të nxitur dhe mbështetur marrëdhëniet B2B në mënyrë që ndërmarrjet në Kosovë të investojnë dhe të zhvillojnë biznes, dhe anasjeltas, që ndërmarrjet nga Kosova të jenë të pranishme edhe në rajonin e dhomës së tregtisë së rajonit të Stuttgartit. Ne duam të bashkëpunojmë më ngushtë në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional dhe natyrisht duam të zhvillojmë edhe një bashkëpunim më të mirë për institucionet. Edhe pse lufta në Kosovë kishte përfunduar, dhuna mbi shqiptarët nuk u ndal. Ndërmjet 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, kriminalët serb kryen një masakër në veri të Mitrovicës, duke vrarë 10 civil të pafajshëm, gra, fëmijë dhe të moshuar, dhe duke dëbuar mijëra banor nga shtëpitë e tyre. Në 26 vjetorin e kësaj ngjarjeje tragjike, liderët politik rikujtojnë krimin, nderojnë viktimat dhe ritheksojnë kërkesën për drejtësi të pandalshme. Askush nuk do ta kishte menduar se pas krimeve dhe masakrave të shumta të kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë, akte të tilla do të vazhdonin edhe pas përfundimit të saj. Shteti serb kreu një masakër tjetër mbi shqiptarët të Mitrovicës në vitin 2000, me 3 dhe 4 shkurt 26 vite më parë. Kriminal serb vran 10 civil shqiptar në veri të Mitrovicës, përfshirë fëmijë, gra dhe të moshuar, duke lënë të plagosur edhe shumë të tjerë. Këto vrasje ndodhen në kohën kur të pranishëm në atë pjesë ishin pjesëtar tek forit francez. Edhe në këtë përvjetor, të rënët 26 vjet më parë u kujtuan nga krerët e shtetit përfaqësues të niveleve qendrore lokale. Krimi i hapur kundër njerëzimit e ka quajtur presidenti Osmani masakrën e vitit 2000 në Mitrovicë, duke nënvizuar se pos vrasjes së 10 civilve, plagosjes së 25 të tjerëve, bandat kriminale serbe dëbuan me dhunë nga shtëpitë e tyre 1564 familje, megjithse 11364 antar. Kjo ishte edhe një përpjekje për ta zhdukur praninë e shqiptarëve në veritë e vendit, ka shkruar presidenti Osmani.
Ngjarjet e 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, kryeparlamentari Dimal Basha i ka përshkruar si akte të rënda dhune mbi shqiptarët autokton, duke bërë thirrje për drejtësi e zotim për mos lejimin e dëbimeve të tilla mbi baza etnike. Aksion kriminal të drejtuar nga Serbia ka quajtur vrasjen e 10 shqiptarëve e plagosjen 25 të tjerëve. Në Mitrovic 26 vjet më parë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke nënvizuar se e gjitha ndodhi në 7 muaj pas lirimit të Kosovës, në prani të forcave ushtarake paqëruajtëse dhe administratës ndërkombëtare. Ndërkohë kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, ka bërë të ditur se në nderim të 10 shqiptarëve të vrarë, 25 të plagosurve dhe rreth 12.000 të dëbuarve nga veriu, komuna e Mitrovicës nesër do të vendos një pllak përkujtimore te ura e re për kombësor. Në shenjë kujtimi e nderimit do të shfaqet një ekspozit me fotografitë e natës së tmerrit në Qendrën e Kulturës, e do të ndizen qerinj si kujtesë dhimbjes dhe sakrificës në mbrojtje të lirisë dhe pronës. Vazhdojmë me lajme të tjera. Kryetari i Fushë Kosovës Valon Prebreza ka dorëzuar në drejtorinë e krimeve ekonomike mbi 60 dosje për hetim. Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se të gjitha dosjet lidhen me dyshime për dëmtim të interesit publik dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare nga ish-qeverisja komunale. Anashkalimi i shërbimeve të kujdesit parësor shëndetësor nga qytetarët po e rrit ndjeshëm mbi ngarkesën në qendrën klinike universitare të Kosovës. Shpesh qytetarët pa u paraqitur fillimisht në qendrat e mjekësisë familjare apo në spitalet rajonale nëpër komuna, drejtohen direkt te klinikat e QKK-s, duke krijuar tollovi dhe në disa raste duke penguar kujdesin e pacientëve që kanë nevojë për trajtim të menjëhershëm. Mbi ngarkesa në qendrën klinike universitare flet për një anashkalim të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor dhe e gjithë kjo ndikon edhe në cilësinë e shërbimeve. Specialistë të mjekësisë familjare vazhdojnë të bëjnë thirrje duke theksuar se qendrat e mjekësisë familjare i kanë kapacitetet për një gamë të gjerë shërbimesh. Mjeku familjar është porta e parë, kontakti i parë i pacientit, është kontakti i parë për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për pacient, është porta e parë e hyrjes. Mbulon një spektër të gjerë shërbimesh, parandalim, mjekim, trajtim, shërim të pacientëve nga smundjet, lëndimet, çrregullimet, edukim shëndetësor, imunizim, vaksinim. Mjeku familjar bën edhe përcaktim të diagnozës fillestare, ofron kujdes elementar shëndetësor, fillestar, përfshirë edhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike. Ndërkohë që drejtues të klinikave të qendrës universitare vënë pas se paraqitja rasteve jo urgjente në për klinika vështirëson punën në trajtimin e pacientëve që kanë nevojë të menjëhershme. Ka raste të tilla kur për shemb për një arsye që nuk duhet për me qenë ai pacient për shemb në qendrën emergjente, edhe e kërkon trajtimin e menjëhershëm, edhe shpesher duhet për me largu vëmendjen për këtij rasti që është me vërtet i rëndë për me krye një rast sa më shpejt vetëm për me përfunduar rastin që nuk e dashur për më konë për shkak të qendrës emergjente. Qendra emergjencës në vazhdimsi u bën thirrje pacientëve që ta ndjekin rrugën e duhur të trajtimit duke mos anashkaluar qendrat familjare, duke nënvizuar se vetëm rastet e domosdoshme të referohen në QKK për të shmangur mbi ngarkesën dhe për të garantuar trajtim cilësor për rastet urgjente. Ndrojmë temë, zgjerimi i kilometrave të parë të magjistralës Prishtinë-Podujevi nisur në vitin 2016 dhe me ndërhyrje punimesh 2 vjet më vonë ende mbetet i papërfunduar. Inxhinierët e komunikacionit vënë pa një sër mangësi, ndërkohë që vetëm gjatë 3 mujorit të fundit të vitit të kaluar, në këtë segment janë evidentuar rreth 140 aksidente, njëra prej të cilave me fatalitet. Pavarësisht përpjekjeve, Ministria e Infrastrukturës nuk ka dhënë përgjigje lidhur me përfundimin e punimeve në këtë aks që lidh kryeqytetin me Podujevën. Magjistralja që lidh kryeqytetin me Podujevën mbetet ende e papërfunduar.
inxhinier të komunikacionit nënvizojnë mangësi të shumta në planifikimin urbanistik, e ndërto edhe rreth rrotullimin, që nuk është në përputhje me shiritat rrugor. Ne kemi edhe rreth rrotullimit që nuk është në epicentër të pjesës, do thotë, shiritave rrugor nga të dy anët, por është në cep, do thotë është në njërin anë. Për këtë arsye, rreth rrotullimit në projektet me standarde që do të bëhen rreth rrotullimit në mes apo në qendër të dy shiritave, për shkak që vetura që vjen nga rruga do të ndalet apo të bën një lakim të lehtë që do të ulë shpejtësinë. Mungesa e trotuareve dhe sinjalizimit paraqet rrezik edhe për këmbësorët që frekuentojnë këtë segment rrugor. Se lashu për na bësh shumë që as kanë fëmija pa i qitë në të shkollë s'kemë qorë, as ka trotuar, as ka në kalim të posë që ka, vozitin shpejt pa mos, aksidente ndodhin shpesh të kryq edhe ma poshtë të pigrojnë si trend, të policia ka ndonë 20 nërë të barabome, për këtë me donë në ngjes, as një për 100 e ka shpejtim. Statistikat e policisë kanë evidentuar shumë aksidente në këtë magjistrale, vetëm brenda 3 muajve. Evidencat flasin për 139 aksidente, njëra ndër të cilat me fatalitet. Analiza e faktorëve të këtyre aksidenteve të na ka dalë që është një pyetje infrastruktura e rrugës, e cila është duke punuar dhe ende nuk është lëshuar për qarkullim, domethënë komplet, pritet sinjalizimi me sheja të trafikut. Se kur do të përmbyllen punimet për gjatë kësaj magjistraleje, që kanë filluar nga viti 2016, për të vazhduar më tej për gjatë vitit 2023, në segmentet të caktuara, nuk ka përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës, pavarësisht përpjekjeve. Kjo magjistrale mbetet sfidë që pret përmirësimin e mangësive urbanistike, që do të ofrojnë siguri më të madhe, si për ngasësit ashtu edhe për këmbësorët. Me një mbledhje përkujtimore, u nderua ish rektori i Universitetit të Prizrenit, Zahedin Shemsedini, i cili një jetë ja kushtoi edukimit, shkencës dhe arsimit në vend. Universiteti Ukshin Hoti në Prizren mbajti mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së ish rektorit dhe akademikut Zahedin Shemsedini, që quhet si vlerë në edukimin e brezave të rinj. Humbja e tij është e rëndë jo vetëm për familjen dhe miqt, por edhe për universitetin tonë, për komunitetin akademik edhe për shoqërinë në tërësi. Profesor Shemsedini ishte një intelektual i përkushtuar, një pedagog i devotshëm dhe udhëheqës vizionar. Prizreni u bë më i madh për një njeri të madh, për një personalitet i cili ishte i përmbushur me vërtetë më të larta njerëzore. Universiteti i Prizrenit i ndau familjes së tij mirënjohje post-mortem për kontributin që dha gjatë gjithë jetës në fushën e arsimit. Në Feriza ju dha lamtumira e fundit artistit dhe koreografit Bajram Tahiri, i cili do të mbetet në kujtesën kolektive për ruajtjen e vallës së mirëfillt shqiptare. Është ndarë nga jeta artisti dhe koreografi mirënjohur Bajram Tahiri. Ai njihet si valltar dhe koreograf në realizimin dhe ruajtjen e vallës së mirëfillt shqipe. Vlen të veçohet sidomos viti 96-7, festivali Këngë i Hanës Strug me vallën e kaçakëve, kur Bajrami mbi 15.000 shikues në stadionin e Strugës i ngritin në kamp. Dhe një vepër të madhe, la një krimtari të madhe, edhe sot përshpëritet vepra tjena. Bajrami ka mbi 45 vite që ka kontribu në ansamblin e kastriatëve, edhe ka qenë një njeri që nuk ju ka nda asë njëherë vallës edhe ansamblit kastriatëve. Edhe në mbledhjen përkujtimore, nga folësit e shumët, u çmua lart kontributi i Bajram Tahirit. Bobi dha shumë për këtë qytet, mbi 3 dekada, ngjyrat më të bukura vallës shqipe. Varrimi i koreografit Bajram Tahiri u bë në varrezat e reja të qytetit në Ferizaj. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian ka konfirmuar se Teherani është i gatshëm të hyjë në negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas kërkesave nga vende mike të rajonit
por vetëm nëse bisedimet zhvillohen pa kërcënime dhe me respekt për interesat kombëtare iraniane. Presidenti iranian Masud Pezeshkian ka deklaruar se Irani është i gatshëm t'i nisë negociatat me Shtetet e Bashkuara, pasi, siç tha, disa qeveri mike në rajon kanë kërkuar që Teherani t'i përgjigjet një propozimi amerikan për bisedime. Në një postim në rrjetin social X, Pezeshkian bëri të ditur se i ka kërkuar ministrit të jashtëm Abbas Araghchi të ndjek rrugën e dialogut, me kusht që të ekzistojë një mjedis i përshtatshëm, pa kërcënime dhe pa pritshmëri të paarsyeshme. Ai theksoi se çdo negociat do të zhvillohet brenda kornizës së interesave kombëtare të Iranit. Sipas mediave amerikane, bisedimet pritet të mbahen të premten në Stamboll. Ministri i jashtëm Araghchi në një intervistë për CNN është shprehur optimist, duke thënë se është i bindur se mund të arrihet një marrëveshje. Nga ana e tij, Trump ka deklaruar se një marrëveshje do të ishte gjë e shkëlqyer, por paralajmëroi për pasoja të rënda nëse kjo nuk ndodh. Ai konfirmoi gjithashtu dërgimin e forcave të mëdha ushtarake drejt rajonit, përfshir aeroplanbajtsen USS Abraham Lincoln. Këto zhvillime ndodhin pas një represioni të ashpër ndaj protestave në Iran. Sipas autoriteteve iraniane, gjatë protestave janë vrarë rreth 3100 persona, por organizata të pavarura raportojnë shifra shumë më të larta. Protestat nisën për shkak të vështirësive ekonomike, por u shndruan shpejt në kërkesa për ndryshime politike. Sipas burimeve të Reuters, zyrtar iranian i kanë raportuar Khameneit se zemërimi publik ka arritur një nivel ku frika nuk funksionon më si mjet frenues. Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.